Fillimi kena morë një 3.000 pula bashkë me 1.000 gjela, që ofër 70.000 euro po. Punën që e ki këto, për shembull me pula, mundesh mi nxerr sa 2-3 puna në Zvicër. Shumë do me thonë ditorën e ka 150 euro. E ja kon tek babi, ati i pëlqejshin pula, ati i pëlqej katuni, s'kishte qep mu largu do me thonë prej këtij profesioni. Sa vjeti keni djem? Unë i kam 18 vjetë. Unë jam 16 vjeçar. 4.000 copë janë pak, menojna mu zgjeru pak ma shumë. Si fillim, është konë dëshire e madhe, se na u doke interesant. Edhe këto është shumë ma mirë sepse e ki familjen gat, e ki shoqnin gat, shtëpinë tonë. Sa e shetni për shembull një? Pakicës 15 euro. Po kush i merë për një 100, i ka çmime 13 euro. Po vina do me thonë pi qytetit, do me thonë Gilan, po vina ka. Edhe këshire farë punë më shme mojtë. Në qytet s'kisha banë në veç në telefon. E stane në telefon ma mirë është me bërë punën këto, mu kujdes për to. Po ta është i sholla i mbashtë ta njëtë, që në vodash, edhe punojnë shtu zbashku. Përshëndetje për të gjithë miqtë nga unë Eliona. Jemi sot në Bilinis të Gjilanit edhe jemi ardhur tek dy vëllezër, Ismet dhe Arxhan Sulejmani, me të cilën e kam firmën e tyre Meti këtu bashkë me pula. Janë 4.000 pula me të cilët vetëm ata do i mbikëqyrin. Hajde një bashkë mu që të dëgjojmë rrëfimin e tyre. Pra jemi bashkë me Arxhanin edhe Ismet Sulejmanin. Tregona pak djem sa vjeti keni, me çka mirrni edhe çish keni mujt me bo komplet këtë biznes. Unë jam, do me thonë Arxhan të gjyshtate, i kam 18 vjetë, do me thonë alo me shkohë pak mirëna, po edhe pak kena qelë këtë biznesin, hajde. Kur e kena naj kohë të lirë, hajde me dalë pak me po gjendjen, pak edhe më largu pak edhe të qyteti, me dalë pak gaton, a ku mirë pak me biznes, shto me pula. Po, s'mina vetë, po me vlavin tem këta. Unë jam Ismet Sulejmani, unë jam në shkollën fillore, një herë klasën e 9 të e shëndëru, a dhone këmë marrë, qishto, me mëjë me këtim lau. Po? është gëzit se mirë. A mirë një veç ju dy vllazën do më thonë bashkë me këtë biznes, apo ju ndihmon edhe dikush prej familjes? Bashkë regullisht jo, po do me thonë jena aktiv, hajde se e kena punëtorin këto që mirët. E keni një punëtor, pra, biznesin e ju. Po, e kena punëtorin, po përshda najsen, hajde ndaj ndim, hajde jena të gatë shumë jena aktiv, non-stop. Bashkë me vlavin tem. Tregom kështu ka ndihmu me hap këtë biznes. Babi, normal, ma shumë babi. Babi, sa ka një vështirë edhe që sa kohë keni hapë biznesin? Su konë edhe shumë e vështirë, po që një 3 muaj e gjysë po e kena hapë. Që 3 muaj e gjysë? Po. Tregom pak sa pula i keni krejt komplet? Po, në fillim i kena morë një 3.000 pula bashkë me 1.000 gjela, po mas një muaj i kena morë edhe një ratës tjetër, një me shumë 1.000 copa janë. Ato ajo ratë që d'italian, i kena 8 lloje të raca, kështu 4 lloje, super harko, kena mrak, d'italian ka dhe një lloj ratë zezë. Do me thani keni 5 lloje, tyme që krejt komplet i keni 4.000 copa. Tregon pak sa është e vështirë me i mbajt, që shdoni me ju qitë ushqim çdo ditë, ose sa shpenzani në ushqimet tyne. Po, kështu ditën e kena deri në fund, kështu 150 euro kështu ditën. Po, më ngjas ma shumë i shumë, e di se kanë qef me hangër bari, a sa mu konë ma bëjo pula është ma e mirë. Okej. Vështirë nuk ka shumë e ma këtë punë, po është obligative. Është obligative. Po. Tregon pak sa keni fitim prej tyre për 3 muaj sa keni fillu me bë këtë biznes. Njëherë për njërë s'kena përfitime, se hala është fillimi. Nuk kena përkroj e njerë për njërë për shtetit, e mbasit më vonë shokën. A keni bën ai kërkesë që 3 muaj për me pas diçka ndihma për i shtetit? Kena pas kërkesa, po nuk i kanë edhe të pranueshme. Po, Po nuk ja kam pranu? shkaki që do faktura, na i lipshi ma shumë me faktura, prej ardhe nga kanë ardhur të pulat. Prej nga i keni marrë ju pulat? Pulat i kena morë prej Hungarisë, do me thonë i kena morë një diqe. O dhe vetë i kena rrit. A keni shes në një prej tyre, do më thonë prej kohës që i keni marrë? O, gjelat edhe tash vjen ato i hek, se shkaki që si fillestarja kena nisë shumë, edhe nuk kena di që është ka shumë, hajde gjendja tëmve që ka qatë shumë. Kena po që në objekt është e madhe, po madhësia tëmve alo po vjen vishtë u rrit. Nuk po kena vend do me thonë hiq në objekt. Sa e shetni për shembull një? Po na shkojmë ma shumë pullat si hek, me amo gjelat po, me shumicë dhe me pakicë. Po ma shumë na ka ra mi dhonë me çmim
pakicës 15 euro. Po kush i merr për me 100, i ka çmime 13 euro. Do më thonë nëse veç i marrin me shumicë, çmimi është më i vogël. Po që nëse mirë me pakicë është 15 euro një. Okej, tregon pak nëse veç keni ndërmend për shembull me shit tash për Bajram ose diçka, çysh e keni tregun e juaj? Po në varg, po për Bajram, shofim, ndoshta është edhe me lirë, po do ta shofim njerë për njerë, do rrinë deri në Bajram këtu, ajde se tash do bojnë kërkesat më vaja, qa tha? Njërë për njëherë, kena menu me jekë, kënë ndashtë ma vonë menojna. Kullat si qmim me pakicë kanë 20 euro, me shumicë 15 euro shkojtë. Sa keni investu në këtë firmë? Po, Prej që keni fillu me hap? ofër veç, merret e këme me objekt, krejt objekt që kena drejt që ofër 70.000 euro, po. Ofër 70.000 euro. A keni aflu diri tash ato shumën që me mujt me nxjerr pak për 3 muaj? Jo, si fillestar, normal gjithë firmat që në hop, si fillestar duhet një vjet e gjysë që atare janë nisë me veç të nxjerr përfitimet. Njerë për njerë duhet me nxjerr përfitimet e ushqimit. Është e vështirë punë në një vjetë, deri në 2 rrezikësh. E mas 2 vjetë fillon njëri tu mësu pak. A keni nga përkroje edhe prej fermerëve tjerë, kujshi ose të fshatit, Jo. që keni nga një? Na heq. Po në vort njerë për njerë edhe mush me nxjerr ajde përfitimin prej ushqimet, se ushqim hanë shumë, do me thonë ditorën e ka 150 euro. Po në çdo ditë kanë 150 euro, duni me i shpenzu për to. Mujt e parë e kam pas veç me koncentrat, a di ushqimin e vetë që kanë dasht, po ta është vetëm misër me grorë është ushqimi të nëve. Ta ma beja. Tregon pak, aja ka marrë me një ma herës me fillu me këtë biznes, apo ju ka arë spontan ashtë? Jo, në harë spontan. E harë do në honë. Që shukon ideja për me fillu këtë biznes? Ja u konë tek babi, ati i pëlqeshin pullat, i pëlqej katuni, s'kishte qep mu largu dhe me thonë për ti profesioni, edhe e merëm si mendim, edhe e hapëm. Sa vjetë i keni djem? Unë i kam 18 vjetë. Unë jam 16 vjeçar. Okej, tregon ma keni mendu na i herë me dalë me jetu në qytet? Po e veç në qytet jetojnë, po që shtash kohën e lirë dali pa këto, ari pastër, edhe natyra. Do më thonë këtu kaloni për me kalu pjesën për me u relaksu, për me punu me pula e krejta këtu. Po, a mendoni në vazhdim për shembull që keni me investu ma shumë në këtë firmë, apo keni me marrë me diçka tjetër? Po, ma shumë që kena me investu, se ala e bash finalja nuk është, se në zheg nuk rrinë, nuk dalin do me thonë jashtë, e lypin hirën, se është shumë zheg i mau. E lypin edhe do investimet vogla i lypin, po ka dhe ka dalë se shu të i kry. Tregom, cilat janë idejat e juve për me vazhdu me këtë firmë? Qysh me ndani, a me ndani me u zgjeru ma shumë, apo? Po, menojna mu zgjeru ma shumë, se njëherë 4.000 copë e pak, menojna mu zgjeru pak ma shumë, veni është i malë, ka dhe më thonë vakë për ma shoktia. Tregon pak një mesazh e juve për rinin që mendojnë, për shembull me vazhdu tutje me firma, ose nëse mirën veç me bujësi, tregon qysh kishim me ju drejtu atyve që ja vlen me punu kështu? Po ja vlena, i gjdo pun ja vlen me punu shambull, po ashtë e rinia pak, po kanë edhe ma shumë për qeshje, po kanë ma shumë. Pse? Po i shkaki që Menojnë që punë e keqe kjo, katon. Po nëse veç që jetojmë në katon, a mendon që nuk mujna me nxjerr një rrugë për shembull të mirë, qysh mujna me nxjerr qytet ose nashta në katon e marrë me halama të lartë? Në katon më nësh me mora dhe halama të lartë për më varet, çfarë profesioni je. A mendoni nëse veç nuk doni me u merr me këtë punë për me lëshu Kosovën? A mendoni me lëshu Kosovën e herë? po i shofim, po njerë për njerë që të rini që e kena qitë mosh, njerë të mirë më me qëtë punë, se ma shumë që edhe pak edhe me shkollë mu drejtu pak, po edhe këtan me pasi biznes. Nuk ka najsan që s'mu me po. Sa keni vlerë të krejt pulave edhe gjelave që i keni komplet? Po, për afërsisht, 60.000 euro po. 60.000 euro i kompleton jenë. Po, bata dhe gjela. Do me thonë sa që me ndoni me u zgjeru ende ma shumë edhe me pas punë sa ma shumë e tu. A me ndoni që edhe biznisin e ju sa i përket hapësirës ku i mbani këtu për me u zgjeru ende, me bo investime sa ma shumë? A i tash për tash, po lypët mu zgjeru vende, po dhe sa të bomi pak kic, të jekmi gjelat, se e kena maru edhe ekstra një objekt vish për gjela.
Se do me thonë shumë i ngushtë është mrena. E do të me zgjeru vend më shumë. Njëherë për deri sa s'kena përkraje për shtetit, mina me zgjeru, se është le shumë mo, ta. Do më thonë, sa më herë që keni bo kërkesa edhe në komun për me ju përkra, a më ndonë që në të ardhën kur ta shojnë punën e juve dhe mundin edhe krejta to që i bëni, sepse ju nuk punoni në këtë aspekt veç për vetën e juj. Për shembull, ju mundi me shit vej masnej edhe për qytetin ose diçka. A më ndonë që keni me pas masnej përkraje prej komunës? Shpresoj. Shpresojmë që kemi pas përkraje. Qa me ndani për shembull për bashkëpunshatarët e juj që nuk dojnë me punu me bujqësia? Ju kanë thonë najherë që nuk është punë e juvja se ju ta kanë dikujna një moshës me madhor me punu me ta. Jo, ma shumë bile edhe kum pas përkraje prej shokëve. S'ku vëllën ku pas përkraje, Se kanë thonë që nuk është ajde ku me ditë punë që mu me pas për keshje, për krep. Po. është punë ajo. E qa me ndonë për ata që nuk e bojnë këtë punë, thojnë jo, në nuk du me e bo. Qa kishe me ju thonë? Po tash ndoshta nuk e ka punë të vetën, nashta i pëlqen një punë tjetër, dikush e këshyr vetëm një drejtim, dikush i këshyr 2-3 drejtime. Pashti ma shumë edhe na, qëto i këshyr me, jo më mirë veç me një biznis, më mira me bizniset tjera. Qa kishe me ju thonë një mesazh për fund krejtë rinis bashkëpunshatarëve që juj të dët që javlin me punu me bujqësi, ose me diçka tjetër po të pak të mos me nejt, edhe pse i një tri javlin me punu edhe me ndihmu sa dhe pak familjes. Po sa ma shumë punë, qash ma shumë i ndjeka unë për të tua. Ismet? Unë me ndonë gjeni vendim se vëllau ja. Si që po shihen, këto janë pula italianka, këto kanë shpenzimet ma të vogla, po këto nuk e morin madhësin e madhe, këto vojnë ma shpesh. Këto mbesin kash, do me thonë, Jo, dhe pak rritën, po nuk rritën shumë. sa më me ka një çmim, një vlerë e një kësi pule? Këto kur të rritën edhe pak, i shkon deri 25 euro, 30 euro. Okej, të regon pak nëse veç e kompletojmë krejta, sa më me ka vlerë atyve? Mendoj 30.000 euro, 40.000. Nëse veç e shofmi që krejta këto pula mujna me i shit për shambull, qysh mujna me mbledh enda, do më thonë, a janë trolla për mu gjitë? Sepse se ishte raca e tymve? Italianka. Këto ishin aty italianka, sa mujna me pas vëshirë me gjitë kësi në Kosovë? Apo duhet mi marë për dika tjetër? Në Kosovë, vallohi, me shumicë shumë madhe nuk monesh, po vetëm nëse i porosit për shtetet tjera. Ju do më thani porosit ne, keni dikon për një shteti tjetër që veç ju ndihmon me u mirë me këtë biznes? I porosit mi prej Hungarije. Këto edhe është prej Kosovë, amo në Hungarime. Do më thani keni një person në Hungari që është prej Kosovës edhe ju ndihmon në lidhje me këtë biznes? To shkon prej një ditë që shkon për njerë e gjysë shkon vetëm zëgë që janë një ditë që. Tani kështove të shmiritve. Po këto që përmen edhe kë kanë shpenzime ma të voglë se këta tjetë, po përvez janë ma shumë këta boj. Sa i kemi se po i shofmi edhe brenda që ka shumë, sa copa janë krejt këtu? Këtu janë 1.000 janë ketë, 1.000 topa. 1.000 dvarda. Po e kanë me sisteme krejt për ujë që dojnë me pi, kanë do me thonë në stop e kanë ujë, se në qofse e le vetëm 2 minuta, 3 me lanë pa ujë, që tha kjo më ardhë që është obligative, kjo punë obligative është, se në 3 minuta me mos me lanë pa ujë, to zbojnë e ishtë anë që ta. Sa është e vështirë për ju me u kujdes për këta këto, mase veç ju duhet një kushtimi veçantë i kujdesit? Vështirë nuk është. Jo, nuk është vështirë shumë. A do një me qëndru gjithë ditën brenda shtëpis për me ju shqy këto? A më qësh ja bani? Unë është edhe për shembull mos me qëndru, po këto, po nëse ki qef je marakli, në heke një punë, për shembull del, mas çdo sani një punë. Ta erë ditë regon pak me gjërësi sa erë ditë duheni me i qitë me pi ose me hongër, qka i qitëni? Ditën nuk i qesmi, vetëm pak më ngjes, por dalin kollosin bari, dhe më thamë bjo. E këto të voglat dhe të mi qitë pak më si ma shpesh, se hala nuk di me dal, nuk e kanë mësu hala natyren. Këto e po rejnë që janë pak ma të buta se s'pëtuta prej tyve. Po për ujën, për pjesën e ujit, dhe me thonë e kanë shut 24/7 e kanë. Se që i ka që zbërnën e pa ujë heq. Nuk ban. Jo. So, qysh kishë mujt me përshkru për shambull ndjenjen e fillimit
të eksperiencës t'ju me pula? Si fillim, është konë dëshirë e madhe, se na u doke interesant. Edhe vishmi me shumë me qef, edhe tash vina me qef, po në fillim më konë shumë a mirë. Fillim, s'kish jas 2 minutë pauzë që bëjshmi u dashim me orla 5 këto, li që mi këshirë se u bëjshmi marak më s'vizjena i sana se kina pos shumë të madhe. Tregon pak në i rast specifik që kishim me ndodhë veçantë ose në i moment që sharak që ju ka ndodhë juve me pula. Po, në fillim s'dishmi ajde mja regullu ujnë e kështë senet e bëjshmi probleme pak mrena. E u dash ka pet më përkujdes ma shumë ajde me pastru gjendje mrena se lypin do me thonë lakshtin se dojnë heq mrena. E na ndodh ke raste që më ndau derdh uje mrena e u dash me heq se që thëm. A du të me ju tregu njerëzve se ju për shifni që ne po rishëm lërë juve shkaku që po tu nga prej pula? A du të me ju tregu njerëzve që nuk duhet me utut sepse janë shumë të mira dhe javli me punu me tut, përse dhe t'gjele për më te? Janë buta, këto s'janë me Po, të klarë për i të dhe jo. përfetime. Ismet, për mushën tonë 16 vjeqar që je, a me ndonë që kur të rritesh edhe pak ki me ndryshu mendim, ki me dalë jashtë vendit, a me ndonë që ja vlin me dalë jashtë vendit, apo me jetu në Kosovë? Jo, unë nuk mendoj me dalë jashteti, po punën që e ki këto, për shembull me pula, mund është mi nxerë sa 2-3 puna në Zvicër. Edhe këto është shumë ma mirë sepse e ki familjen gat, e ki shoqnin gat, shpijen tone, edhe shumë ma mirë. Qysh e kishe përshkru të jetën tonë nëse veç kishe dalë jashtë vendit me jetu? Qysh e kishe po vetën atje? I mërzet shumë, se familjen se ki gat, shokët se ki gat. Dhe s'muj me menu, ses. Sigurisht, mrena vendit tanë me jetu edhe me punu është shumë ma mirë edhe je shumë ma i qetë. Po, shumë ma mirë. Punon për vend tonin me një fjallë. Punan për vend tonin edhe e dim bile që jenë vend toni këto. Po. Qka e keni një mesazh për krejt ata për shembull që e kanë lëshu katunin e ty me kanë dalë me jetu në qytet pikrish në banesa. Do më thonë janë izolu mrena një banesa, po e kanë lanë katunin e ty me krejt biznesin që mundet me pas. Qka me ndoni një mesazh për ta? Po e ta është pak me një fjallë pak keq, se këshire na po vina do me thonë pi qytetit, do me thonë Gilan po vina ka. Edhe këshire farë punë më shme majtë. Unë mendoj që shumë ma mirë është me bo kësi punë, e mos me dalë në për qytet, me ardhë më shatë. Se për shembull në qytet s'kisha banë në veç në telefon. E sa në telefon ma mirë është me bo punën këto, më kujdes për to. Sa dhe le pënë një kafe, ne i ka gavrani, mujna me orën po graqë edhe me punu me pula. është shumë ma mirë, sepse në mbjetoni shumë ma mirë edhe mujna me thonë ma luksës, se sa do persona nga për qytetet që jetë. Po i pak me në luksin bon, së është keq. Qa me në për ata që e maltretojnë luksin, do me thonë në dire në maksimum? Po i ta është luksin të nëllë, se shohen edhe shumë shpenzime ki, dhe me thonë, po ta na ma vun tani thu, ku i që kom qu këto pare, shka që i shtek, kështë që ma mirë pak me nëllë. Qështë me ndonë të argjan me ndërtu të jetën tone? Ta është nuk kam njerë për njerës, mendim që me ndërtu jetën tem. Njerë për njerës që e kam mirë, familjen sa ma pasë më ngatë, shala me jetë gatë, që kjo ma kryesorja, ta një shokin për tarpe. Kur të martosh, a ki me jetu me prind? Po, ta është normal, muj mi mura unë edhe kësë. Ta është së një dami, nuk mujna mi do, heq. A me ndoni që keni me jetu bashkë me një shtëpi të dy, me 2 gra, me familje, me krejt? Halo ma mi e do shashtë. A jeni të dy të spajtimit? Po, normal. A me ndoni që kur të vini nuset e juve ka në ju ndo pak? E joj. Se leni me hynë me të? E. Në mesazh të dy të argjën edhe Ismeti për njëri tjetrin. Po ta është i sholla i mbashtë ta njetës, në vodasht. Edhe punojnë shtu së bashku. Ismet? A, dhe mësë. Dhe qa ma ndryshe prej argjendit? I shollat gjithmonë bashkë. Jetë kena një punë për bashkët. Kështë me ndoj, la. Gjema faleminderit që më fërkohën edhe krejt intervjisën që një ludirit. Juve. Juve. Kalofshi Sami.